Sot në ligjërim, ku fjala takohet me mendimin dhe ku kultura gjen zërin e saj, kam nderin që të prezantoj para jush njeriun që jeton me librin, punon për librin, editorin e botimeve Pema dhe njëherësh kryetarin e shoqatës së botuesve të Kosovës, zotëri Edon Zeneli. Faleminderit. Edon, mirë se erdhe. Mirë se u gjej, gjithmonë kënaqësi. Sidomos kur flasim për fjalën e shkruar, sidomos kur flasim për librat, sidomos në vigjiljet e panajirit të librit. Faleminderit shumë. Në emër gjithë dëgjuesve, ju falenderoj për ardhjen. Do të flasim bashkë, siç e the, për librin, për botimet e reja, për sfidat, për misionin që ka libri nga magjia e shtypit dhe misionin që bartë deri tek ruajtja e vlerave të identitetit ton kombëtar. E kam thënë dikur, nuk po them unë që leximi është i vetmi udhtim i gjatë që bëhet pa lëvizur. Sa arrin që njeriu i sotëm të bëjë një rrugtim me librin kështu pa lëvizur? Po, pyetje shumë inspiruese për të folur gjëre gjatë. Tani ne po bisedojmë edhe më herët në raport me fenomenet e jetës, në raport me meditime që i ka njeriu, në raport me konceptet mbi jetën, në raport me gjithçka që e bën njeri tek e mbrapa, se aftësia për të reflektuar është pikërisht ajo që na ndan nga gjallësa tjera. Edhe mjeti kryesor komunikues pashmangshëm që ngelet libri. Ne jetojmë sot në një kontekst ku vëmendja është gjithnjë më në rrezik nga shpërqendrimet e shumta që i kemi, sepse lloji i jetës është i tillë që njeriu edhe biologjikisht tek e mbrapa nuk është i programuar që brenda një periudhe kaq të shkurtë kohore të pajiset me kaq shumë informacione. Dhe kjo është një farë lloj bombardimi që i bëhet mendjes tonë, trurit tonë. Libri na rikthen te ajo që është krejt e natyrshme edhe për mënyrën se si duhet të rendohen e bashkërendohen mendimet tona. Ndonse, sidomos në fillim të vitit 2000, paraqitej një farë lloj kumti kështu pothuajse apokaliptik që libri po perëndon, e fatmirësisht krejt e kundërta ndodh. Ne jemi dëshmitar sot një shoqënie që gjithnjë më shumë po orientohet ka libri. Libraritë e shumta në kryeqytet e simbolizojnë këtë, edhe na e tregojnë hapun që libri vijon të jetë edhe jo më pak, më shumë pjesë e jetës tonë të përditshme. Duke filluar nga leximet që bëhen thjesht për kënaqësi, deri te libra që shkruhen për tema të ndryshme specifike, konkrete, njeriu sot mund ta gjejë veten te mediumi i quajtur libër gjithandej, varësisht nga interesi që e ka. Kjo normalisht si shenjë një shoqënie që është duke investuar gjithnjë më shumë në kulturën e vet, në dijen e përgjithshme. Normalisht, periudha e pas luftës vinte me sfidat e veta, një tranzicion i cili i pat gjitha ato pasoja me të cilat erdhi, por që gjithnjë më shumë kemi një shoqëni e cila po etablon veten në drejtim të krijimit një kulture shumë të durë, të nevojshme edhe pashmangshëm progresive që ndërlidhet me leximin. Edon, si editor i shtëpisë i botimeve Pema, shpikët që kanë nxjerrë shumë libra dhe shumë përkthime, si shihni gjendjen e librit edhe të botuesve? Domethënë, cilat janë këto sfidat me të cilat ballafaqohen botuesit shqiptar të Kosovës? Ka një 3 vjet që Ministria e Kulturës e ka rritur mbështetjen për librin, edhe kjo është pashmangshëm një lajm shumë pozitiv sepse e ka ndihmuar dinamikën e qarkullimit të librit shqip. Duke filluar nga ndihma në botimin e kompleteve të veprave të autorëve të spikatur, te botimi i përkthimeve të letërsisë kanonike botnore, te mbështetja autorëve të rinj, te blerja e librave të cilat shpërndahen nëpër biblioteka, deri te mbështetja direkte që është për autorët. Edhe kjo është një dimension i industrisë së librit në Kosovë,
e cila normalisht ka dhënë impakt pozitiv. Një impakt që sot po e jetojmë, sepse kemi shumë vepra nga fusha të ndryshme që botohen si rrjedhojë e kësaj ndihme. Gjëja e dytë që është shumë e rëndësishme është që gradualisht po krijohet rikrijohet rrjeti i librarive nëpër Kosovë. Para lufte, për të gjithë ata që kanë pasur fatin që e frekuentojnë libraritë e rilindjes, pothuajse se secili qytet e ka pasur librarinë e qytetit, botimet e rilindjes i kanë gjetur aty, edhe ka qenë një formë e mirë e funksionimit të industrisë së librit. Pas luftës, me këtë periudhën e tranzicionit të privatizimeve, më të thash, kishim një problem këtë drejtim, sepse libraritë nuk ishin më aq atraktive për të mbajtur sa bizneset të tjera, edhe normalisht që libri nuk është një komoditet i cili mund të funksionojë lehtësisht në periudhën e konkurrencës së egër të kapitalizmit. Por kjo ka filluar të rikrijohet. Kemi gjithnjë më shumë librari nëpër qytete të ndryshme të Kosovës që ndihmojnë pjesën e botuesisë. Shtëpia botuese Pema ka edhe librari të veta nëpër Kosovë. Tash nuk mund të flasim për një sondazh sa lexohet. Për sa është interesimi i trive për të lexuar dhe çka kërkojnë më shumë? Jo thani me të drejtë, nuk ka një sondazh që i bie neve na kthente pozicioni qofti për shtypjeve, qofti bindjeve. Bindja është diçka pak më e fortë se përshtypja. Unë për vete jam i angazhuar që nga viti 2007 për çdo ditë në punën të cilën e bëj, edhe rrjedhimisht të paktën për periudhën sa kam qenë vetë i përfshirë, mund të flas me kompetencë të plotë. Që nga ai vetë tutje, fatmirësisht trendi është gjithnjë pozitiv. Shumë interesante, sidomos periudha e bllokadës së COVID-19-s, ndihmojnë shumë në një farë lloj kapërcimi që u bë në pjesën e interesimit edhe leximit të librave, edhe kjo ndihmoi pozitivisht. Ju thoni me të drejtë, ne kemi 3 librari, së shpejti të hapim librarinë në Prizren, edhe kemi interes edhe për zgjerim në qytete tjera. Edhe kjo vjen gjithmonë si rrjedhojë që ne në anën tjetër si ofrues të botimeve, të librave, gjejmë kërkesën e lexuesve. Edhe kjo edhe të motivon në njërin anë, por edhe bën gjën të qëndrueshme, feasible. Domethënë, për sa kohë nuk do të ekzistonte lexuesi në anën tjetër, pashmangshëm që ne nuk do të mund ta bënim gjithë të investim për ta çuar përpara një industri që duket në pamje të parë kaq klasike, por që gjithnjë më shumë e ka edhe përqafimin e gjeneratave të reja. Po e përcjell janë një fjalim të Dua Lipës në çmimet një çmim letrar shumë i rëndësishëm në angli që gjithsesi s'po më kujtohet emri për momentin, por po fliste për rëndësinë e leximit që ka rëndësinë që ka leximi në jetën e saj. Edhe është kaq pozitive kur është një person me kaq influencë dhe bagazh të madh të një industrie pop fix, edhe fliste për librin, edhe mënyrën se si libri e ka hapur kaq shumë në raport me botën. Ku dion, një histori në Napolin e Italisë, një histori në Nigerin e viteve 60, një histori për çështjen e luftimit të paragjykimeve, perceptimeve të ndryshme. Gjitha këto duke u kthyer tash te pyetja e parë, na bëjnë që ne pa lëvizur vendi, të komunikojmë me gjitha kulturat, me mendjet më të ndrituna përgjatë historisë. Edhe nuk ka mënyrë më të mirë për ta hapur mendjen se sa informacioni që na vjen përmes librit. Ne vërtet ekzistojmë jetojmë në periudhën e inteligjencës artificiale, por dija e fituar shpejt nuk është dije e qëndrueshme. Dija që vije me bazë, siç është dija përmes librit, është ajo që vërtet na formson. A ka ndryshuar këto format e marketingut edhe plasimit të librit në ditët tona? Po patjetër, shoqënia sa vjen e bëhet më dinamike. Për sa kohë, po themi para 30 vitesh, 20 vitesh, forma kryesore e komunikimit ishte përmes mediave zyrtare. Sot komunikimi vjen e bëhet gjithnjë po themi më prezent në jetën tonë, po edhe më i decentralizuar. Në idenë që sot platforma si TikToku e ndikojnë jashtëzakonisht shumë një industri siç është libri.
nga viti 2021 e tutje, platforma si TikToku, Instagrami, Facebooku janë ato që më shumti e përçojnë mesazhin edhe reklamën mbi librin. Është shumë interesante, se si edhe shtëpitë botuese kryesore në përbot, gradualisht janë përshtatur pashmangshëm në komunikimin publik, sepse nuk mjafton më thjesht komunikimi përmes mediave, po themi kështu të rëndësishme dhe serioze, sepse e ketë pamundur të mbrishte njerëzit. Jo detyrimisht, në fakt shumë pak njerëzit kanë kohë sot që të ulen, të shohin me komoditet, me kohë mjaftueshme, emisionet e gjata mbi librin, unë nuk po them që kjo është pozitive apo negative, po për ne është domosdoshme të përshtatemi. Edhe na ka kriju realisht shumë mundësi të mira, përdorimi i rrjeteve sociale për ta imponuar një gjë që normalisht ne konsiderojmë që është shumë pozitive në jetën e njerëzve. Po formën e leximit, pavarësisht mund ta lexojë edhe në tablet edhe sa i përket formës së leximit, kur filluan e-books në vitet 2006-2007, për 2-3 vite ndjehej një farlloj rënje lehtë e leximit në librin fizik, në formatin fizik, edhe një farë dëshire për të kaluar, si gjithmonë njerëzit janë euforik, për të kaluar të leximin në formë elektronike. Por që nga viti 2008 e tutje, leximi elektronik e ka ndihmuar leximin e letër, por leximin e letër është gjithmonë në rritje. Pra ne kemi kuptuar një herë mirë që formati fizik i librit nuk do të ndryshojë dhe nuk do të vdes asnjëherë. Don, kam mbet edhe pak javë deri te panairi i librit të Prishtinës, i cili organizohet nga shoqata e botuesve të Kosovës, dhe ky panair ka edhe një historik të vetin të organizimit edhe të aktiviteteve, si është rrjedha e tij shkurt. Po si vjet është edicioni 26 i panairit librit Prishtinës, që nga edicioni i parë në vjeshtën e 99-s. Panairi i librit është ngjarja kryesore që mbledh krejt njerëzit e fushës së librit brenda një ambienti për një afat 4 ditor, 5 ditor. Panairi është një kurorëzim i punës një vjeçare të botuesve, edhe është shumë e rëndësishme për njerëzit që të shkojnë, ta vizitojnë edhe për afër, të shohin njerëzit të cilët janë në anën tjetër të librit, po themi. Gjithë secili nga ne, kur merr lexon një libër, mund të mos mendoj për ata që e kanë bërë të mundur që libri të jetë në tavolinën tonë, të jetë në duart tona. Edhe panairi është mundësia e artë ideale që të bashkëbisedojmë me njerëzit që pa rreshtur për çdo ditë punojnë mbrapa, që libri në fund na vije në formën siç na vije. Takime me shkrimtar, takime me botues, takime me lexues të tjerë, takime me përkthyes, pjesëmarrja në aktivitete që ndodhen aty, promovime për vjetor, janë një mundësi shumë e mirë që botkuptime që i kemi ne në raport me qoftë interesat në raport me librin, qoftë vetë proceset të lezuarit, të shkombejmë me të tjerët. Edhe panairi shërben fikse një farë lloj feste, që kurorëzon punën, por njëkohësisht edhe dëshirën e vullnetin e njerëzve në raport me librin edhe leximin. Është krijuar edhe një lloj miti, do me thënë gjithë përfshirës që nuk lexohet, trit nuk po lexojnë librat, kush lexon librat, po tash nuk lexohen. Dhe unë kujtoj si edhe unë kam qenë paktën prezente tek stendat e librit këtu e në Shqipëri, edhe paka shumë nuhatet ai që vjen me ble librin, e kërkon pjesën e parë, të dytën, po bën ndërlidhjen me autorin tjetër dhe shihet. Mund të themi që ky mit është mit apo është e vërtet? Lexohet, nuk lexohet? Edhe pas sondazh, se nuk mund ta dim. Librin edhe mund ta blesh, ta lësh në vitrinë, ta vazhdoron. E vërtet, keni të drejtë në fakt se nuk e përcjell dot deri në fund procesin, se njeriu mund ta blej librin, po jo detyrimisht ta lexojë. Megjithatë, është një farë lloj shenje ose drejtimi që ta jep vetë interesi për librin. Se njeriu nuk mund të jetë pafundësisht i interesuar për librin të mos lexojë në fund, ose nuk mund vij blej libra ta në kohën në fund prapë mos i lexoj ato, po. Se njeriu një herë, dy herë hajde ble ka libër edhe nuk lexo ka, po unë dyshoj që njerëzit kanë kaq shumë dëshirë thjesht
thjesht për të pajisur me libra për të mos i lexuar ato. Pastaj ne po i shohim edhe të rritët e të reja, artikulimi i tyre tani varet se ka don me u orientu njeriu, po unë për vete fascinohem kur i vizitoj shkollat, edhe sepse gjatë vitit kaluar, gjatë këtij viti, ne si shtëpibotuese i kemi dhuruar mbi 300 biblioteka në nivel vendi, edhe kam pasur mundësinë të shkoj nëpër shkolla, fizikisht takohem me të reja, edhe njohje që i kanë mbi librin, i thejnë këto paragjykime. Tani kur ne themi nuk lexohet, është shumë e rëndësishme me kuptu prej cilës pikë po themi nuk lexohet. Nga pikë vështrimi i asaj që nuk po lexohet sa ne duam që të lexohet, unë pajtohem te kjo pjesë. Po të themi që nuk po lexohet sepse para 10 vitesh është lexuar më shumë, kjo nuk është e vërtetë. Asnjë dhanë mbrapa nuk më mbështet këtë pohim. Para 20 vitesh, para 30 vitesh, jo, për çfarë arsye? Kemi kaq shumë shtëpi botuese në Kosovë, kaq shumë shtëpi botuese në Shqipëri, që trendet botnore i sjellin një kohë rekord në gjuhën shqipe. Kjo nuk ndodh në fund pa pas lexuesin në anën tjetër, i cili e merr librin, e blen librin të cilin ti po e boton. Është thjesht një logjikë e pastër, edhe mjaftueshme që duhet ta përdorësh për ta kuptuar që kjo nuk ekziston si gjë. E dyta, kemi gjithnjë më shumë librari, prap po kthehemi gjithmonë te kjo pikë që ofrojnë librin. Interesi për librin, po flas tash nga pjesëmarrja ime në panairin e librit në Tiranë. Sa vjen e shtohet, sa vjen e rritet edhe atje. Në panairin e librit atje ka 16 vite, që marr pjesë personale çdo vit në panairin e librit në Tiranë. Edhe e them me përgjithësi të plot, po edhe atje interesimi për librin gjithmonë vjen e rritet. Ka pafund organizime që bëhen, ata qëndrojnë pak më keq në pjesën e ofrimit të librit në për librari fizike siç e kemi ne, por nuk ju mungojnë aktivitetet. Kanë gjithmonë panaire që organizohen në muaj të ndryshëm, në qendra tregtare, në ambiente të tjera, edhe gjithë këto aktivitete pashmangshëm që në fund rezultatin e kanë pozitiv. Edhe unë nuk mendoj në asnjë moment që qëndron pohime që nuk po lexohet. Po, nga pikpamja nuk po lexohet sa do duhet të lexohet, pa ajo është e pafundme pastaj, po jo nga pikpamja e trendit. Trendi është pozitiv, edhe kjo është gjëja kryesore që rrjedh si rezultat i këtij diskutimi në raport me sa po lexohet. Sa po arrihin që lezuesi edhe libra nga Kosova të prezantohet edhe në Shqipëri, edhe në viset e tjera shqiptare, dhe a ka bariera institucionale që e pamundësojnë nga njerë këto? Nuk është qarkulluar ndonjëherë më lehtë, e vjen të ketë vështirësira që për mua janë të çuditshme. Kur po them nuk ka qarkulluar më lehtë libri ndonjëherë, gjithë botuesit e Kosovës sot janë të pranishëm nëpër libraritë e Shqipërisë, gjithë botuesit e Shqipërisë janë të pranishëm nëpër libraritë e Kosovës. Kjo si gjë e parë. Po njëjtë në Maqedoninë e Veriut, në fakt, edhe te libraritë shqiptare atje, libri që botohet në Kosovë, libri që botohet në Shqipëri, qarkullon pa ndonjë problem. Në fakt edhe libra që botohen nga shtëpi botuese në Maqedoninë e Veriut, qarkullojnë në Kosovë e për atë sadi edhe në Shqipëri. Që i bie Kosova nuk ka kur farë takse për libra që vinë nga Shqipëria. Librat e Kosovës kur shkojnë në Shqipëri fatkeqësisht paguajnë një taks në avans 6% tatim mbi vlerën e shtuar. Unë e kam ngritur zërin disa herë në të gjitha instancat. Po, që kjo të zgjidhet sepse nuk është thjesht neglizhencë, është një farë lloj gjesti i cili e rëndon qarkullimin e librit shqip, që nuk e ka vendin aty, sepse një mur që ndërtohet andej për qarkullimin e librit shqip, fare lehtë mund të ndërtohet edhe këtej në të ardhmen, edhe çfarë po bëjmë ne. Domethënë koha na mundësoj që gradualisht të krijohet një treg unik i librit shqip. Në fund vijnë disa vendime absurde, siç ishte ky i para 4-5 vitesh në Shqipëri, që libri të tatohet në kufi, edhe ndonse bie ndesh me marrëveshje parapraket nënshkruar në nivel kryeministrash që libri shqip të qarkullojë pa barriera. Ky ligj e ka ndikuar gjën që në fund prap libri të taksohet 6% kur hyn atje. Edhe nuk mund të jetë si çdo produkt tjetër. Absolutisht. Edhe problemi është që hajde po themi, po qasemi ne me reciprocitet, edhe po e vendosim se në Kosovë të vëshja për libri në 8%, po paguhet në shitje, që i bie lehtë të sënë qarkullime, sepse libri vjen nga Shqipëria, edhe në momentin që ne e shesim, pastaj paguajmë taksat mbi të. E kundërta ndodh atje, pavarësisht a shitet apo nuk shitet libri në fund në librari, do paguaj gjithçka në momentin e kalimit në kufi. Edhe kjo e rëndon
normalisht që e rëndon qarkullimin e librit, edhe në qoftë se nesër pas nesër e njëjta logjik replikohet edhe në çastin institucionale të shtetit Kosovës, çka po bëjmë atëherë, po e rëndojmë qarkullimin e librit, e gjithë lufta ka qenë, edhe vijon të jetë, që ai bashkimi ideal kombëtar të ndodh fillimisht përmes librit, gjë që ka ndodhur, sepse sot autorët e Kosovës botojnë Shqipëri, autorët e Shqipërisë botojnë Kosovë. Nesër shtëpi botuese në fakt kemi më shumë bashkëpunëtor nga Shqipëria sesa nga Kosova. Sa atje është zhvilluar edhe tradita e përkthimit më shumë se te ne, por gjithsesi dua të them që në asnjë moment nuk libri nuk njeh kufija administrativ. Këto vendime pastaj sikur e rëndojnë. Edhe është prandaj edhe i flasim gjithmonë sepse është e domosdoshme, është e nevojshme që të largohen totalisht. Unë e kuptoj që ka sfida të panumërta edhe për t'i njohur nesër pas nesër faturat që lëshojnë botuesit e Kosovës ose Shqipërisë kur bëhet qarkullimi ndërmjet vendeve, por duhet të mbrijmë një pikën që një libër i cili faturohet në një qytet të Kosovës nga një shtëpi botuese të shkojë direkt te libraria e Shqipërisë pa kurrë barriere. Atëherë kur ta mbrijmë edhe këtë pikë, që është pika finale, libri shqip do të trajtoj do të funksionoj pa kurrë barriere, edhe kjo pashmangshëm që të ndikoj pozitivisht në qarkullimin edhe komunikimin e librit shqip kudo ku flitet shqip. Shtëpia botimet Pema sjellën gjithmonë risi në fushën e përkthimeve. Na thuash diçka çka do të ketë si vjet nga kjo shtëpi botuese? Ne tashmë kemi botuar për herë të parë fenomenologjinë e shpirtit Hegelit, që për mua i bie të jetë kryelibri botuar gjatë këtij viti nga shtëpia jonë botuese, sepse është një prej librave themeltar të kanonit filozofisë botnore. Këtu e 6 vite më parë, pa të filluar si ide bashkë me përkthyesin Krist Shtufi, profesorin universitar në Fakultetin e Filozofisë. Edhe më në fund vjen në gjuhën shqipe një vepër që e përmbush një boshllok, një mungesë të madhe në fushën e filozofisë. Përveç linjes së botimeve filozofike, shtëpia botuese Pema një linjë shumë të rëndësishme ka botimin e veprave klasike. Botimi i kolanës së veprave të Fjodor Dostojevskit, është shumë interesant të rinjt edhe të reja sot kanë një interes të jashtëzakonshëm për letërsinë klasike. Ka një interes shumë të madh, gjë që më mbush shumë edhe më nxit shumë që të vijoj edhe të punoj për ta bërë sa më të qasshme letërsinë klasike, përkthimet e Agron Tufës, shkrimtarit të njohur nga Shqipëria, i cili momentalisht jeton në Zvicër, përkthyesi të jashtëzakonshëm, erudit nga rusishtja, e ka bërë Dostojevskin për mendimin tim të flas siç duhet shqip. Dostojevski ka folë edhe më herët shqip, por flet krejt ndryshe nën kujdesin e profesorit Agron Tufa. Linja e tij do vijoj, deri tash janë botuar Net të bardha, Krim dhe ndëshkim, Idioti, edhe Shënime nga Nëndhesa. Vijoj me Demonët, me Vëllezrit Karamazov, me Adoleshentin. Janë vepra që studiojnë thellësisht skutat, i studiojnë thellësisht skutat e mendjes njerëzore, psikologjinë njerëzore. Sidomos ajo Net të bardha që është për ato e shkruar në moshën shumë të re të tij. Një dashuri që në fond gjithmonë na sa rrin autorët nga Kosova, autorët e rinj të prezantohen në panajire ndërkombëtare? Para disa ditësh në Kosovë erdhi shkrimtare me preardhje nga Kosova, Joana Kicaj, e cila e ka shuar një roman me titullin Zanurja është titulli i romanit të saj, edhe ajo jeton edhe vepron në Gjermani. Ishte për mua një përvojë shumë e veçantë të takohesha me dikë që është me preardhje nga Kosova, por që po korrën një sukses shumë të madh në një vend siç është Gjermania. Ajo është ka qenë në rrethin e ngushtë të çmimit të madh gjerman, Buchpreis, edhe normalisht të qenit në rrethin e ngushtë të një çmimi të madh, pashmangshëm që ka reflektim pastaj në interesin që njerëzit kanë për librin, edhe në veçarkullimin shitjen e librit. Edhe po bisedoja me autorën se çfarë ndjenje është
kesh kaq shumë qasje të një publik kaq i gjerë siç është publiku gjerman. Pashmangshëm pafund punë mbrapa, pashmangshëm një seriozitet shumë i madh në punën e vet, edhe njëkohësisht një farë simbolike veçantë mbrapa krejt suksesit të saj që njeriu kur do diçka mund ta arrijë. Tani për ne është pak më e vështirë të vish nga Kosova edhe të deportosh në tregjet e huaja. Viteve të fundit pjesëmarrja e Kosovës në panelin e librit në Leipzig, megjithatë është një dritare e vogël për autorët nga Kosova që të paktën fizikisht të shkojnë atje dhe ta shohin nga afër se si funksionon një industri kaq e madhe siç është industria e librit atje. Por ende ngelim peng i politikave të munguara në drejtim të ndërkombëtarizimit të autorëve tanë. Jo vetëm në Kosovë, e njëjta gjë vlen edhe për Shqipërinë. Atje në Shqipëri është krijuar qendra e librit, por ende nuk ka punë të mjaftueshme në drejtim të ndërkombëtarizimit të letërsisë së vet. Në Kosovë ende nuk kemi një qendër e cila do merrej ekskluzivisht me interesat e autorëve, botuesve, që pastaj të krijonte edhe politika mbështetëse për botimin e autorëve në gjuhë të huaja. Ta zëm një vend si Slovenia, si e rregullon këtë pjesë. Përmes institutit të librit, ata hapin thirrje për çdo vit, ku botuesit nga gjithë bota mund të aplikojnë, të marrin mbështetje financiare për të botuar autorë të rinj nga ky vend. Edhe kur botuesi, po themi në Francë, i mundësohet që përkthimi e drejtë autoriale dhe shtypi të mbështeten nga vendi prej të cilit po e marrin autorin, ata e kanë një incentiv për ta ndërmarrë një hap të tillë. Njëjtën gjë duhet ta bëjmë edhe ne, të hapim thirrje ekskluzive, të cilat mundësojnë botimin e autorëve nga Kosova në gjuhë të huaja, edhe ne folëm më herët për Dua Lipën, sikundër edhe për emra të ndryshëm që i kemi nga fusha e sportit, fusha e muzikës, çdo vend, edhe Kosova ka brumë të mjaftueshëm të prodhojë yje ndërkombëtare, por nevojitet gjithmonë një derë që mundson dalje në dritë. Edhe kjo derë duhet krijohet në instanca shtetërore, edhe ne avash duhet mbrijmë atje që në një të ardhme, siç krenohemi me emrat nga fusha e muzikës, e sportit, e ku dion të krenohemi edhe nga fusha e letërsisë. Është edhe një emër tjetër shumë i rëndësishëm me priardhje nga Kosova, sepse ai vepron në Finland, është Pajtim Statovci, veprat e të cilit janë botuar në 10 gjuhë, edhe është senzacion letrar në përbot. Shtëpitë botuese kryesore gjithandej botës luftojnë për ta botuar Pajtim Statovcin. Fatmirësisht ai përgjatë veprës së vet normalisht që e ka pjesë qendrore pjesën e priardhjes, edhe përmes tij po themi njerëzit në përbot arrijnë të lexojnë mbi Kosovën, mbi realitetet në Kosovë, mbi realitetet në Ballkan, por nuk mund të jetë e largët dita kur shkrimtarët nuk do të jenë thjesht me priardhje nga, por do të jenë shkrimtarë që veprojnë, që shkruajnë në gjuhën shqipe, edhe që arrijnë të kenë suksesin siç e ka sot Jona Kicaj, apo Pajtim Statovci, apo Lea Ypi në Shqipëri. Pra thjesht na nevojitën politika të duara në këtë drejtim, edhe unë nuk dyshoj që suksesi pastaj nuk mungon. Edon, dhe për fund, kush duhet të afroj lezuesin të libri? Më fjallën prindrit, shkolla, profesorët, institucionet? Ju e dhatë përgjigjen vetë, brenda pyetjes, normalisht se secili nga ne e ka rolin e vetë. Megjithatë, elementi kryesor është gjithmonë habia, dëshira, vullneti. Një njeri për pa e pasur dëshirën nga brenda, normalisht që kur nuk do të arrijë të çfarë do lloj kulture. Por është e domosdoshme nga të gjithë ne që jemi të rritur edhe që funksionojmë në shoqëni me role të ndara, që ta japim kontributin ton që libri të jetë një komoditet i qasshëm lehtësisht për të rinjtë dhe të rejat. Në biblioteka shkollore, në biblioteka publike të qyteteve, në aktivitete që organizohen raport me sensibilizimin për librin. Gjitha këto e krijojnë një mundësi edhe një derë
që i riu, e reja, ta nxez veten drejt leximit. Në një periudhë të jetës çdo secili do ta kuptojë që leximi është investimi kryesor që njeriu mund ta bëjë te vetja. Por është një farë lloj dështimi shoqënisë nëse këtë gjë ti e kupton në një moshë të shtyer. Është suksesi ynë nëse arrijmë që në një moshë të hershme fëmiu të familiarizohet me librin. Unë kam jam babi një vajze 2 vjeçare, edhe për çdo natë e kemi ritual lexojmë gjysmore, 40 minuta përpara gjumit. Normalisht edhe këto studimet psikologjike na tregojnë se si mënyra më e mirë për të krijuar komunikimin me fëmin tënd, wiring your brain, domethënë mënyra më e mirë për ta orientuar, drejtuar zhvillimin e trurit fëmijës është pikërisht përmes leximit. Edhe unë e shoh te fëmia jem 2 vjeç, artikulimin e saj kaq herët, sepse ton kohën reflektohemi me librin. Edhe është shumë e rëndësishme që gjithë prindërit e ri, edhe kjo gjë po ndodh në fakt, sepse unë e shoh nga shitjet e librave për fëmijë, që gjithë prindërit e rinj librin ta bëjnë pjesë të jetës së fëmijës që në etapën krejt hershme. Lodrën ma kreative. Që kur e pyet nesër mas nesër një të ri, kur ka qenë hera e parë që ti e përballë me librin, mos ketë herë të parë. Sepse i bie që gjithmonë libri ka qenë pjesë e jetës vetë. Shumë e bukur kjo Edan. Unë të falenderoj shumë që ishe pjesë e minutave tona, një rrugtim të mbar panajirit që do të mbahet nga data 17-21. 17-21 qershor. Ashtu do të jenë 5 ditë. 5 ditë, po. Nuk mund të flasim vetëm për 5 ditë të dedikohen librit, janë edhe 360 tjera që, siç e tha dhe Doni, librin duhet ta kemi pranë edhe jo vetëm ta prekim edhe ta bëjmë dekor, po edhe ta lexojmë, ta shfletojmë që nga mosha më e hershme. Faleminderit shumë për dëgjimin. Faleminderit.